Normalisht sot edhe pasuritë e paluajshme po blihen me kriptomonedë. Nga keshi tek transanksionet bankare në ato me kripto. Në Shqipëri ka dhe individ që preferojnë të shesin pronat e tyre kundrejt monedhave digjitale, siç është dhe rasti në foto ku janë listuar prona në qytetin e Vlorës dhe Durrësit. Pjesa tjetër është me kripto, pasi është një pagesë pa gjurmëshme, mund të bëhet edhe me kesh, po duke qenë se e dim që gjithë parat me kripto nuk është se gjurmohen, mund të ketë shumë vlerës që i kanë bërë siç mund ta dim apo siç dalin tani nga call centeret me kripto, kështu që në këtë anë kanë shumë kollaj që të paguajnë me kripto, normalisht edhe vlerës të huaj që mund të kenë kripto prap forma e tyre si kanë bërë, para pëlqen që ti paguajnë pa gjurmë, domethënë pa bazë. Edhe thjesht paguajnë vetëm minimalen sa për të bërë kontratën e shitblet dhe për të marrë pronën në pronësi, kështu që ndaj e përdorin këtë metodë. Me synimin tek të huajtësi individët që janë më të tërhequr drejt pagesave digjitale, pritet që të kenë gjithmonë më shumë prona në vend me mënyrë pagese kriptoje për të tërhequr sa më shumë vlerës, ku dhe qeveria po merr masat për të krijuar një kuadër ligjor më praktik për këtë kategori. Jo, ka edhe shqiptar, mbile siç e kemi parë kohët e fundit nga call centra që ka shumë sekuestrime, domethënë pasurive, që dalin shqiptar me nga 200 pasuri që janë bosa, ata normalisht që paratë e tyre nuk është se kanë nëpërmjet biznesit, i kanë në format e tyre dhe normalisht mund bëjnë kripto edhe të paguajnë në kripto. Numri portofoleve të kriptovalutave në Shqipëri ka arritur në rreth 100.000, ku në platforma të ndryshme po shiten dhe shumë produkte dhe shërbime që zgjedhin kripton si mënyrë pagese, duke filluar nga abonime televizive pirate deri tek orat, kompjutrat dhe automjetet.